Përshëndetje, jam Elida Kërçyku, jam psikologe klinike dhe psikoterapiste e qasjes së MDR, tashmë prej 15 vitesh eksperiencë. Kam përfunduar studimet e larta dhe master në Tiranë dhe specializuar në psikologjinë klinike, zhvillimi dhe marrëdhënies. E trajnuar në CBT dhe së fundmi prej 5 vitesh edhe në qasjen e MDR. Eksperienca ime ka nisur si fillim me fëmijët me çrregullime të neurozhvillimit dhe më pas jam trajnuar më tej edhe në fushën e psikoterapisë. Tema që do të trajtojmë sot është imazhi i trupit, vetbesimi dhe roli i të ngrënit si mekanizëm përballimi. Imazhi i trupit përbën një nga komponentët më të rëndësishëm të vetë konceptit njerëzor. Kjo sepse ka një ndikim të drejtë për drejtë në vetbesimin tonë, në mirëqenien tonë psikologjike dhe në funksionimin tonë social. Në praktikën time klinike, po edhe në kërkimet shkencore, është vërejtur se shqetësimet rreth trupit dhe të peshës shpesh shoqërohen me vështirësitë emocionale, me çrregullime të humorit, me ankth, por edhe me sjellje jo adaptive, përballuese, përfshirë edhe të ngrënët emocional. Qëllimi i kësaj videoje sot është që të hedh dritë dhe të analizojë në një farë forme marrëdhënie që ekziston midis imazhit të trupit, vetbesimit dhe mbi peshës, duke u ndalur veçanërisht tek të ngrënët si mekanizëm përballimi, pra si një mekanizëm coping, nga një perspektivë psikologjike dhe psikoterapeutike. Por, përpara se të kalojmë në materialin ton teorik, do të bëjmë një ushtrim të shkurtër orientimi. Në këtë moment, unë do të doja që të uleni në një pozicion të qëndrueshëm dhe përpiquni që të vini re pikat e kontaktit të trupit me sipërfaqen ku jeni ulur, për shembull në karrige, në divan, në koltuk, kudo që jeni ulur. Pa e ndryshuar frymëmarrjen tuaj, vini re ritmin natyral të frymëmarrjes në disa cikle. Përpiquni të vëzhgoni frymëmarrjen tuaj dal nga dal. Tani, sjellini vëmendjen tuaj gradualisht në trupin tuaj, duke bërë një skanim të trupit nga koka tek këmbët. Pyetja në këtë ushtrim nuk është si duhet të ndihem, por çfarë po ndodh me trupin tim pikërisht tani, në këtë moment. Përpiqeni të vini re nëse në mendjen tuaj fillojnë të shfaqen mendime gjykuese për trupin dhe ndërkohë që I vini re, ktheuni pak e nga pak tek ndjesitë fizike. Merrni kohën që ju duhet, dal nga dal, vëzhgoni trupin tuaj me qetësi. Ky ushtrim është në qasjet mindset dhe mindfulness based. Kështu që të japin mundësinë që të nisni dhe të krijoni një bazë shumë të rëndësishme për punën që duhet bëni në lidhje me imazhin tuaj për trupin. Okej. Villoj më tej. Në literaturën psikologjike, imazhi I trupit përkufizohet njësoj si perceptimi, mendimi, ndjenjat, apo edhe qëndrimet që ka individi ndaj trupit vet. Imagjinojeni që ky koncept përfshin 3 dimensione kryesore. Dimensionin perceptiv, pra mënyrën se si ne e perceptojmë madhësinë, formën dhe pamjen e trupit tuaj, ose trupit tonë.
dimensionin kognitiv, pra njohës, besimet dhe mendimet rreth trupit tonë, pra atë çfarë ne besojmë për veten dhe atë çfarë ne mendojmë për veten, për trupin, për formën e trupit tonë, për madhësinë, për peshën. Edhe dimensioni i tretë është dimensioni emocional. Ndjenjat që lidhen me trupin tonë, me kënaqësinë, me ndjesinë e turpit apo edhe me pakënaqësitë ndaj trupit tonë. Dhe në momentin që ne kemi një imazh negativ ndaj trupit, nuk do të thotë domosdoshmërisht që trupi jonë nuk përputhet me standardet shoqërore. Por sepse mënyra se si ne po e përjetojmë trupin tonë duket e papranueshme apo e pavlefshme. Vetbesimi është ai që lidhet ngushtë me mënyrën se si ne, pra individi, vlerëson veten në fusha të ndryshme të jetës së vet. Por megjithatë, në shoqërinë moderne, pamja fizike shpesh zë një vend disproporcional në ndihmën e vetbesimit. Dhe ajo që është vënë re është që pakënaqësia trupore është shumë e lidhur me uljen e vetbesimit, me rritjen e vetkritikës, por edhe me ndjesitë e turpit. Kjo ndodh sepse trupi shndrohet në kriter kryesor për të gjykuar dhe kriter bazë për të gjykuar vlerën që ti ke, pra vlerën tënde personale, e gjykon në bazë të trupit apo të imazhit apo të dukjes tënde. Kur vetbesimi ndërtohet, kryesisht mbi pamjen fizike, atëherë ky vetbesim është i paqëndrueshëm dhe është i varur nga faktorët e jashtëm, pra nga mënyra se si ti do ta marrësh feedbackun nga të tjerët, nga mënyra se si do dukesh sot, nga mënyra se si ke flokët sot, nga mënyra se sa ke shtuar peshë apo se sa je dobësuar. Pra, opinioni i të tjerëve, krahasimet që të bëjnë të tjerët, por edhe krahasimet që ti i bën vetes me të tjerët. Sepse më shumë dëmtues dhe më shumë ndikues tek ne është mënyra se si ne e krahasojmë veten me të tjerët ose si na krahasojnë të tjerët ne. Por ne si e drejtojmë këtë lloj krahasimi tek vetja. Po ashtu një ndikim goxha të rëndësishëm kanë edhe mediat dhe rrjetet sociale, sidomos kohët e fundit. Dhe po ashtu një tjetër rol shumë të rëndësishëm kanë edhe normat tona kulturore, pra kultura të ndryshme krijojnë disa standarde bukurie apo standarde në lidhje me formësimin e imazhit të trupit, të cilat ndonjëherë dhe shumë shpesh janë jo realiste dhe tregojnë një mendje ngushtësi reale për sa i përket formave apo mënyrës se si ne duhet të jemi. Nuk ka një formë eksakte se si duhet të jemi apo se sa duhet të jemi në peshë, në gjatësi, në bukuri, si të kemi flokët, si të kemi buzët, hundën, syt. Në shumë të rasteve këto standarde bukurie që vjen qoftë nga normat kulturore, por edhe nga mediat apo edhe nga rrjetet sociale, së fundmi, janë të paarritshme për shumicën e individëve. Dhe në momentin që ne të gjithë ekspozohemi vazhdimisht ndaj këtyre standardeve që lidhen me rritjen e pakënaqësisë trupore apo edhe me internalizimin e mesazhit se trupi ideal është kusht për pranim social dhe për sukses personal. Një perspektivë shumë e rëndësishme është ajo e mbi peshës që unë do të doja shumë që ta ndaja me ju sot. Nga pikpamja psikologjike, mbi pesha nuk mund të reduktohet vetëm në bilancin kalorik. Që do të thotë, ajo shpesh është rezultati një ndërveprimi kompleks midis faktorëve biologjik, emocional, psikologjik dhe mjedisor po ashtu. Shpesh herë në praktikën klinike, mbi pesha shoqërohet me historitë e traumave ose stresin kronik, vështirësitë në rregullimin emocional, është pikërisht ajo që u thash pak më lart, të ngrënët emocional, që përdoret si mekanizëm coping për të përballuar emocionet, modelet të menduarit vetkritik, ndjenjat e turpit apo edhe stigmatizimi apo etiketimi shoqëror. Ajo që është e rëndësishme është të theksohet se stigmatizimi i peshës e përkeqëson problemin dhe e rrit shumë stresin psikologjik, por edhe sillet jo adaptive që vijnë më pas. Në këtë moment unë do doja që t'ju sqaroja pak më shumë të ngrënën si mekanizëm përballimi, pra që unë e them shpesh coping mechanism. Në psikologji, coping mechanisms apo mekanizmat e përballimit përkufizohen
Ndjes përkufizohen si strategjitë që individët përdorin për ta menaxhuar stresin dhe emocionet e vështira që përjetojnë. Të ngrënët emocionale është një formë coping, pra një formë përballimi ku ushqimi përdoret për ta ulur ankthin dhe për të menaxhuar atë trishtimin apo për të shtypur zemërimin që ndihet brenda, për të krijuar atë ndjesinë e qetësisë, të sigurisë apo edhe të komfortit. Dhe në këtë lloj forme gjendet komforti tek ushqimi. Nga perspektiva neuropsikologjike, ushqimi, veçanërisht ai i pasur me sheqer, me yndyrë, aktivizon sistemin e shpërblimit në trup dhe ofron në këtë lloj forme një moment lehtësimi emocional i cili është i përkohshëm. Por megjithatë, ky lehtësim, edhe pse afat shkurtër, shpesh herë pasohet me ndjenjë faji, me ndjenja turpi apo edhe me humbjen e vetkontrollit, duke krijuar kështu një farë cikli, një formë vorbulle, një cikli të përsëritur i cili nuk mbaron. Ky cikli është një model i tillë që nis një emocion negativ apo stres dhe vjen të ngrënët si model për ta përballuar, për ta mbushur, të gjetur atë rehatin dhe sigurinë. Vjen lehtësimi i përkohshëm, më pas fillojnë pas lehtësimit ndjesit e fajit, vetë kritika, apo pse hëngra, do shtoj pesh, e të tjerë, dhe turpi, për atë veprimin e të ngrënit në atë formë. Dhe më pas nis përkeqësimi i imazhit të turpit dhe të vetbesimit. Dhe pas kësaj rikthehet sjellja të ngrënit emocional sërish nga e para. Pra ky është cikli që nuk është shenja e mungesës së vullnetit, absolutisht jo, por është një tregues i nevojave emocionale të paplotësuara. Çfarë bën psikologjia? Të ofron një hapësirë të sigurt, në mënyrë që ti të eksplorosh marrëdhënien tënde me trupin, të kuptosh funksionin, pra në një farë forme të arrish përmes psikoterapisë atë kuptimin e funksionit emocional të ngrënit. Zhvillimin e strategjive më të shëndetshme për t'i përballuar. Pra, ekzistojnë strategji edhe më të shëndetshme për të përballuar ankthin, stresin apo vështirësitë emocionale se sa të ngrënët. Dhe ndërtohen ato mekanizmat e vetëdhemshurisë. Pak më parë unë përmenda që jam një psikoterapiste e qasjes e MDR, që do të thotë që qasja e MDR ofron një kuadër neuropsikologjik që ti të kuptosh dhe të trajtosh imazhin negativ të trupit dhe të ngrënët emocionale, duke e adresuar këtë rrënjën traumatike dhe përvojat e pa përpunuara që i mbajnë gjallë këto modele përballimi brenda teje. Përpara se unë ta mbyll këtë cikël sot, do të doja t'ju ftoja që të ndaleni për disa minuta dhe në këtë moment të gjithë vëmendjen tuaj ta vendosni tek trupi juaj. Jo për ta ndryshuar, por për ta vëzhguar. Në atë pozicion se qeni, pishuni të vëzhgoni ngadalë dhe të mendoni për marrëdhënien tuaj me ushqimin dhe peshën. Mos e mendoni si një problem për të zgjidhur, por si një strategji përballimi që ka pasur një funksion. Me qetësi, ngadalë, përpiquni që të fokusoheni dhe të bëni vetes këto pyetje. Çfarë emocioni përpiqem më shpesh të rregulloj unë përmes ushqimit? Lëreni veten të lirë dhe përpiquni që ta vëzhgoni sa më shumë të marrëdhënien tuaj mes trupit, ushqimit dhe peshës. Në çfarë momentesh ushqimi
bëhet mënyra jote kryesore për qetësim. Pra pyetja që duhet të bësh vetes është kur, në cilat momente ushqimi bëhet mënyra ime kryesore për qetësim. Identifikoj këto momente dhe me shënim. Dal nga dal, pishuni të reflektoni, ose një përgjigje të menjëhershme. Është një proces që do pak kohë, ka nevojë për reflektim. Dhe më pas, pasi të keni identifikuar këto momente kur ushqimi bëhet mënyra kryesore për qetësim, imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse për një moment nuk do ta kritikoje më trupin. Ngadalë, përpiquni të formuloni në heshtje këtë fjali që do t'ju them tani. Marrëdhënia ime me trupin dhe ushqimin është e ndërtuar mbi përvojat e mia. Kjo marrëdhënie mund të kuptohet, jo të gjykohet. Pra edhe një herë, marrëdhënia ime me trupin dhe ushqimin është ndërtuar mbi përvojat e mia. Ai mund vetëm të kuptohet, jo të gjykohet. Keni parasysh që ndryshimi psikoterapeutik nuk ndodh përmes kontrollit apo ndëshkrimit të trupit, por përmes rritjes së vetëdijes, rregullimit emocional dhe ndërtimit të një marrëdhënie funksionale me veten. Ky ushtrim që unë ju përmenda është një ushtrim reflektimi me veten, pa e gjykuar, por për ta kuptuar atë. Keni parasysh që trupi është pjesë e sistemit tonë adaptiv, jo armiku i tij. Imazhi që ne kemi për trupin, vetbesimi dhe mbi pesha janë shpesh të ndërlidhura në mënyrë shumë komplekse. Të kuptuarit të ngrënies si mekanizëm përballimi na lejon që të largohemi nga gjykimi moral dhe të afrohemi më tepër tek një qasje më humane, por edhe shkencore për veten. Dhe ndryshimi i qëndrueshëm nuk fillon kur ti fillon ta kontrollosh trupin, por kur ti fillon të kuptosh mendjen tënde dhe emocionet e tua. Mos harroni, siç u thash pak më lart, trupi ynë është pjesë e sistemit ton adaptiv. Nuk është armiku i tij. Duke shpresuar që përmes kësaj videoje të kem arritur që ju të reflektoni në lidhje me marrëdhënien tuaj, pra marrëdhënien e trupit dhe të ushqimit. Atëherë, mendoj që ja kam arritur një qëllim të vogël, atij të reflektimit dhe të kuptuarit të kësaj marrëdhënie. Thelbi i ndryshimit nis tek kuptimi dhe jo tek gjykimi. Ju falenderoj shumë që e ndoqët këtë video deri në fund.